Uruguay prodhon 98% të energjisë nga burime të rinovueshme. Një vend me 3 milion banor, pa naftë, pa gaz, pa qymer. Shqipëria ka lumenj, ka diell, ka erë, por sërisht energji të shtrenjtë, varësi nga importi dhe kriza sa herë ka thatësirë. Në vitin 2008, Uruguay ishte në krizë energjetike. Çmimi i naftës $145 për fuqi. Presidenti telefonoi një profesor fizike, jo oligark, jo mik partie, dhe i tha: ndërto politikën kombëtare të energjisë. Shqipëria ndërton politikat e energjisë me koncesione, klientelizëm dhe vendime emergjente. Uruguay refuzoi centralin bërthamor, zgjodhi erën, diellin dhe ujin. Shteti garantoi kontrata afatgjata, çmime fikse dhe siguri për investitorët. Shqipëria, hidrocentrale pa plan, parqe diellore pa rrjet, parqe me erë në letra dhe import energjie kur bie shi, pak më pak. Uruguay krijoi 50.000 vende pune dhe stabilitet energjetik. Shqipëria eksporton të rinjt dhe importon energjinë. Uruguay sot ka çmim të qëndrueshëm të energjisë. Shqipëria ka fatura që rriten dhe justifikime që përsëriten. Pyetja nuk është pse Uruguay ja doli. Pyetja është pse Shqipëria, me më shumë burime, zgjedh të mos e bëj. Sepse energjia nuk dështon nga mungesa e natyrës, dështon nga mungesa e shtetit.